Fatos Nano mbylli syt për gjithmonë, largohet nga jeta një prej figurave më të rëndësishme të Shqipërisë pluraliste. Fatos Nano, ish kryeministër dhe lider historik i SMAJT-s shqiptare, ka ndruar jetë të premte në moshën 73 vjeç. Me ikjen e tij mbyllet një kapitull i rëndësishëm i historisë politike të vendit dhe i Partisë Socialiste, që ai vetë e quante veprën e tij më të madhe. Largimi i tij ka sjellë trishtim të thellë tek familja, miqt, bashkëpunëtorë dhe të gjithë ata që e njohën nga afër, në politikë apo jetën personale. Në ditët e fundit të jetës, pranë tij ishte bashkëshortja e tij e parë, Regina Nano, e cila i qëndroi afër deri në frymën e fundit. Ajo ishte dashuria e rinisë së tij, vajza që i rrëmbeu zemrën, që në bankat e gjimnazit Sami Frashëri. Martesa e dytë zgjati plot 27 vjet, derisa në vitin 2001 rrugët e tyre u ndan. Në atë kohë Fatos Nano deklaroi publikisht se zhvillimet e shumta, kryesisht të vështira, kishin bërë që martesa të humbte kuptimin e saj. Regina, gjithmonë e njohur për elegancën dhe fisnikën e saj, mbeti një figurë e respektuar dhe përkushtuar ndaj familjes. Edhe pas ndarjes, lidhja e tyre shpirtërore nuk është shkëputur kurrë. Nga martesa e tyre lindën 2 fëmijë, Eda dhe Sokoli, të cilët sot i kanë bërë gjyshër. Pas divorcit, Regina u vendos në Francë, ndërsa Nano u rimartua me Joanën një vit më vonë. Çifti jetoi për disa vite në Vjenë, përpara se të kthehej çifti sërish në Shqipëri. Me kalimin e kohës, problemet shëndetësore të Fatos Nanos u shtuan, veçanërisht ato në mushkëri, që këtë herë rezultuan fatale për të. Shkrimtari dhe diplomati Luan Rama, që jeton në Francë, shkroi në rrjetet sociale se Regina nuk ju nda asnjëherë Fatosit, as në ditët e burgut, as në ato të fundit. Ngushëllime e Reginës, që i qëndroi pranë që nga burgosja e tij në vitet e para tranzicionit e deri në ditët e fundit të jetës së tij. Ngushëllime gjithë familjes, shkroi ai. Në kujtesën e shumë shqiptarëve, Regina mbetet bashkëshorte dhe bashkëudhëtare në periudhën më të vështirë të jetës së tij. Nga ditët e anarkisë së vitit 1997 tek burgosja në Bënç, ku Nano ndante qelin me të dënuar të tjerë, deri në rikthimin në politikë. Ajo ishte aty, si në ngritje ashtu edhe në rrëzime.